Të nderuar teleshikues, Asalamu Aleikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Atëherë si gjithmonë bashkë me ne në studio është hoxha i nderuar Ahmet Karaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Padyshim që trajtesat e pyetjeve në Kur'an është një spektër i gjerë, po njëkohësisht edhe shumë i bukur. Pra, sepse në vetvetje pyetja është një element që tërheq vëmendjen. Sot jemi tek një tjetër sure interesante dhe tek disa tjera pyetje interesante. Pra, ku Zoti i Gjithësisë në surën El-Ghashiyje thot, a nuk i shikojnë ata devet se si janë krijuar? Po qiellin thot se si është ngritur, po malet se si janë vënë të patundura, po tokën se si është shtrirë. Pyetja e parë që lind është këto 4 ajete së bashku. A ka ndonjë domethënie apo një nënkuptim? Atëherë, suratu El-Ghashiyje që janë pikërisht këto pyetje të ardhura nga Zoti, pyetje retorike, pra me kuptimin që njerëzit i dihet përgjigjja, po përtej dijes përgjigjes cili është rezultati. Suratu El-Ghashiyje është një sure e rëndësishme, ka zbritur në Mekë, një sure që flet për ditën e Kiametit dhe ngjarjet e ditës së Kiametit dhe rezultatin e ditës së Kiametit dhe mbyllet me të njëjtën gjë. Edhe po ta shohësh fundin, domethënë prap edhe fundi i surës e njëjta gjë, pra flet për ditën e Kiametit, ku Zoti i Madh, domethënë ju drejtohet njerëzve dhe ju thotë që prap do të dilnin përpara Zotit me dhëndoari. Pra gjithë ideja është, le të themi, këto pyetje që janë përdorur në mesin e surës, le të themi, e orientojnë njeriu që duhet të reflektojë tek bota tjetër dhe tek ringjallja. Kjo është një sure që pejgamberi sa më lexonte vazhdimisht në ditët më të rëndësishme të muslimanëve, në ditët e festave. Për ditë Bajrami, pra lexonte këtë sure në rekatin e dytë dhe për namaz xumaje zakonisht, pra në rekatin e dytë. Gjë që tregon se mesazhet e kësaj sure duhet të rikujtohen minimalisht një herë në javë. Pra, njeriu duhet të rikujtojë se do të dalim përpara Zotit, do të japim llogari. Le të vim tek pyetjet. A nuk i shohin, pra njerëzit që janë përreth teje o Muhammed, a nuk i shohin devet se si janë krijuar, a nuk i shohin qiellin se si është lartësuar, a nuk i shohin malet se si janë ngulitur dhe janë bërë të patundshme, a nuk i shohin tokën se si ne kemi bërë atë të shtrirë dhe të përshtatshme për jetën e tyre. Këta njerëz si guxojnë që, domethënë, shohin këto mrekulli të Zotit çdo ditë, i përjetojnë këto mrekulli të Zotit çdo ditë dhe në fund fare shkojnë dhe adhurojnë dikë tjetër përveç Zotit. Pra, si më thënë, të pranosh se ke baba, të pranosh se ke nën, dhe në fund ditës mos të jesh mirënjohës ndaj tyre, po s'kësh ti thush komshiut faleminderit. Ti jesh mirënjohës ndaj komshiut apo ti jesh mirënjohës ndaj shefit tek puna, ndërkohë që babi me mamin, domethënë që të kanë sjellë në këtë botë, pra, ti nuk je mirënjohës ndaj tyre. Zoti i cili o ju njerëz, Zoti ka krijuar gjithçka që ju rrethon. Devet që është jeta juaj, se përmendi devet, sepse për atë kohë deveja ishte mjeti më i rëndësishëm i jetës. Përmendi tokën, përmendi qiellin, përmendi, domethënë, çdo gjë që ka të bëjë me ju, sepse ne kemi përmendur në emisionet e tjera, këta njerëz po të pyesje, kush e krijoi qiellin, thoshin Allah, Zoti. Po kush e krijoi tokën, Allahu, Zoti. Kush e krijoi jetën, Zoti. Kush u dha shikimin dhe dëgjimin, Zoti. Pra edhe këtu, si më thënë, kemi të njëjtën linjë. Pra nëse ju besoni se deveja nuk është krijuar nga Lati, nga Uza, nga Menati etj, nëse ju besoni se qielli ka ekzistuar përpara idhujve, nëse ju besoni se toka ka ekzistuar përpara idhujve, do të thonë tani pse jeni mosmirnjohës në një farë mënyrë. Në fakt dikush i ka cilësuar profetët si me thënë ambasador të Zotit në tokë. Po, absolutisht. Dhe dihet që ambasadorët zakonisht flasin me jargonin, me gjuhën, mentalitetin e popullit ku dërgohen për të respektuar. Dhe duket sikur edhe në këtë pjesë ka funksionuar kështu. Pra, çfarë roli kishte deveja të kultura dhe qytetrimi arab dhe pse pikërisht deveja? Atëherë kemi dy gjëra këtu. E para te krijimi i deves. Pra, nëse ne tani do të futemi, të lexojmë për deven, ne do të mahnitemi. Mënyra se si ushqehet,
mënyra se si reziston shkretirës, mënyra se si, domethënë, Zoti i Madh ka krijuar, le të themi, domethënë sistemin e frymëmarrjes tek deveja, domethënë shtresat e hundës që ka ajo, shtresat e syve, pra ka, le të themi, dy palë qerpik, dy palë qepalla, se s'po më vjen emri. Pra, domethënë, mënyra se si funksionon është mrekulli në vete. Domethënë, ju që e shihni deven dhe këtë mrekulli që ka deveja dhe si është krijuar deveja, a nuk ju çon juve kjo tek falënderimi ndaj Zotit, tek adhurimi i Zotit, tek njohja e Zotit ishte gjëja më e rëndësishme, do të thonë, për këtë arsye për shembull thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith thot, nëse Zoti do të udhëzonte në dorën tënde qoftë edhe një njeri të vetëm, është më mirë për ty se sa devet e kushërremta. Pra, domethënë, pasuria më e shtrenjtë, gjëja më e shtrenjtë për ata në atë kohë ishte pikërisht deveja, dhe Zoti i Madh i orientoi tek gjëja më e rëndësishme që ishte për jetën e tyre, sepse kemi të bëjmë në një vend ku deveja konsiderohet, domethënë, mjeti më i rëndësishëm i transportit dhe mjeti më i rëndësishëm për të ushqyer, ose le të themi gjëja më e rëndësishme ose më e veçantë për të ushqyer kështu me radhë. Kështu që Zoti i Madh, domethënë, i orientoi tek deveja se ishte diçka që e preknin për ditë. Pra, nuk mund të orientonte tek diçka që ata e përdornin në radhë. Deveja ishte jeta e tyre, me të jetonin, me devet jetonin, rrinin, me to udhtonin, domethënë deveja për ta ishte gjithçka. Është njësoj sikur ti thosh një popull që jetojnë me lopët, për shembull për lopët, një popull që jetojnë për shembull me delet, për delet e kështu me radhë. Zoti i Madh ju drejtua atyre, domethënë pikërisht me gjuhën e tyre. O ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyin lahum. Nuk kemi dërguar ndonjë dërguar vetëm se me gjuhën e popullit të tyre, pra me mentalitetin e tyre. Kështu që Zoti i Madh ju drejtohet atyre me deven sepse jeta e tyre është me deven. Ne mund të themi për shembull, ora nuk e shihni, le të themi, ora nuk e shihni ju çfarë them, diçka që përdoret vazhdimisht. Pra, njeriu përdor, le të themi, atë që është mirë, po këtu ka edhe një gjë tjetër interesante që edhe të tjerët, do të thonë, mund studiojnë urtësitë dhe mrekullitë, domethënë dhe sekretet e krijimit të Zotit tek deveja. Sepse nuk është si gjitarët e tjerë, pra ngjan, po nuk është si të tjerët. Pra Zoti sikur thotë, nëse ju keni një përshtypje, le të themi, ose një klasifikim përgjithshëm për gjitarët, është një gjitar tjetër që nuk është si puna e deves. Për shembull, deveja për shembull nuk e ka lindjen 10 muajshe. Do të thonë ndryshe nga gjitarët e tjerë. Nuk është thunë drage, pra, që të zhytet në rër, po është me tjetra. Ujë në mangjat, për shembull. Çumshti i deves, domethënë, është, le të themi, domethënë, një mrekulli në vete dhe shumë gjëra që kanë bën me deven, janë secila mrekulli në vete. Madje unë po shihja dikur një studim që ishte bërë nga një nga universitetet më të njohura amerikane, thoshte urina e deves për kurimin e një kanceri ose për kurimin e kancerit. Pra gjërat që njeriu kur mediton, sepse jo më kot Zoti ka përmend disa gjëra në Kur'an dhe nuk ka përmend gjithçka. Kur Zoti ka përmend disa gjëra në Kur'an, do thotë këtu ka edhe diçka tjetër përveç pamjes së dukshme që ne shohim, domethënë. Kështu që përmendja e deves, nga që me të jetonin, ishte gjëja më e rëndësishme dhe sikur ju thotë Zoti, kjo duhet të çojë tek Zoti. Se nuk jeni ju krijuesit e deves, as nuk janë idhujt krijuesit e deves, ju pa devet nuk jetoni dot, atëherë kush i krijoi? Zoti. Atëherë pse ju adhurojmë dikë tjetër përveç Allahut, përveç Zotit? Pra deveja nuk pasaj qenë vetëm, si më thon, sebeb jetesër për arabët, ndërkohë sepse ajo heste, kam lexuar diku me 3 javë, pra karburanti nuk i marronte. Dhe kur kishin nevojë për ujë arabët, merrshin nga gunga deve, se çashin dhe pra ishte. E vërtetësisht ka ndodhur luftën e Tebukut. Në luftën e Tebukut kemi disa raste që kanë therrë devet rrugës, nga që ishte nxehtësi e madhe, thatësire e madhe, nuk kishin kanë therrë devet. Saqë shkon Omeri radhiyallahu anhu te pejgamberi sa sem thotë, o pejgamberi i Zotit, njerëzit po therrin devet për ujë. Tha pejgamberi sa sem, çfarë mendon ti Omer? Tha, o pejgamberi i Zotit, bëj dua Zotit, do të thonë lutju Zotit. Tha pejgamberi sa sem, ka ndonjëri në një enë që ka pak ujë në të, thanë ato po, tha silleni. Dhe pejgamberi sa se futi dorën në enë dhe thot transmetuesi i ngjarjes, thot pasha Zotin e shihja ujin që dilte mes gishtave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mori gjithë ushtria, piu gjithë ushtria, u lanu, pastruan dhe uji nuk mbaronte. Pa disa ka qenë numri 30.000 njerëz. Sepse ushtria e Tebukut ka qenë me 30.000 njerëz.
Pra 30.000 dëshmitar të kësaj ngjarje. 30.000 dëshmitar të kësaj ngjarje. Pra dua të them domethënë që e përdornin, pra në raste domethënë ekstreme e thernin vetëm për t'i marrë atë pjesën e ujit domethënë që ishte brenda devës. Ju aluduat dhe për një element tjetër, pra që kjo s'pasaj qenë vetëm për arabët, por edhe shkenca sot, pra pas ka një përjashtim rregullin thojza. Absolutisht, për deven, mënyra se si trajtohet deveja edhe shkencërisht, po edhe ndërtimi i saj, edhe mrekullia e deves është diçka krejt e veçantë. Por me që jemi ke mos mirënjohja, nga ana tjetër, për të gjitha këto kafshët, shtazët që janë shërbim të njeriut, qoftë dhe kali për shembull dikur tek ne për luftrat, sot duket sikur teknologjia i ka zëvendësuar këto. Dhe ka njerëz që thënë, ok, dakor, Zoti i Madh i ka kriju këto, domethënë janë sebeb që ne kemi arritur deri këtu ku jemi sot. Po sot është makina, sot është avioni, sot është treni. Kemi teknologjinë pra që e ka zëvendësuar shumë mirë këtë lloj gjëje, domethënë. Po mirë, edhe këtë nuk e ka krijuar njeriu. Mendjen e njeriu, trurin e njeriu, kush ja dha prirjen. Qartë. Pra, kush ja dha prirjen, kush ja dha aftësinë, kush ja dha fuqinë, kush ja dha kapacitetin? Zoti i Madh. Pra fare burimi. Jo, po njeriu ka zhvilluar ka shumë mirë, po kush ja dha këtë kush ja dha njeriu, kush ja dhuroi? Ne nuk kemi bërësit e vetes tonë, nuk kemi krijuesit e vetes tonë apo të mendjes tonë apo trurit tonë. Pra është Zoti i Madh. Është Allahu ai i cili ja ka dhënë kapacitetin njeriu që të jetë i tillë. Pra unë nuk mund ndjehem, për shembull le të themi, unë nuk mund ndjehem krenar, për shembull për memorizimin që ka celulari 1 tera për shembull, se unë faktikisht kështu e kam bler, domethënë nuk është fruti im, është fruti i dikujt tjetër. Po edhe ai dikush i tjetër është i frymëzuar dhe inspiruar dhe Zoti i Madh e ka dhënë hapësirën për të arritur në këtë lloj përfundimi. Pra nuk është njeriu ai, pra nuk është se dikush lindi dhe qysa lindi nga barku i nënës arriti të bëj celularin apo arriti të bëj kompjuterin apo të bëj makinën. Ai kaloi në faza derisa arriti këtu ku është sot apo edhe më mirë se sa ku është sot. Pra kemi të bëjmë një sofistikim po. Po, domethënë, si më thonë, edhe kur çosh një makinë të bukur do të mendosh Zotin. Qartë. Sepse Zoti është ai i cili i ia dha njeriu aftësinë dhe kapacitetin për të arritur deri këtu. Pra ajo që thot një dietar musliman që ju shihni mrekullitë e krijesës, po unë shoh mrekullinë e krijuesit. Pra njerëzit verbohen nga ajo, po harrojnë që realisht Zoti pra ai që dakor, vim tek pjesa tjetër, pra dhe a nuk i shohin qetë se si janë ngritur lart. Pra pse pikërisht qetë? Pra duket sikur këto edhe që kanë shkencore, jo vetëm. Bravo. Pra ideja kush është? Deveja ishte e tyre dhe si më thonë ishte mjet jetese dhe e kishin për ditë. Qielli është i gjithëve. Qartë. Pra Kurani ju drejtua arabëve me deven se ishte le të themi specifika e jetës tyre, pastaj i drejtohet gjithë njerëzimit me qiellin. Se dikush do të thotë, po ne në Shqipëri nuk kemi deve. Për çfarë do të meditojmë ne tek deveja? Nuk e kemi fare në kurrikull shkollore, për shembull, ose nuk e kemi në libra, nuk është se na ngjall ndonjë kuriozitet. Më sipër ka ngurit e disa. Bravo, nuk të ngjall ndonjë kuriozitet deveja, atëherë shiko qiellin. Ty që nuk ngjall kuriozitet deveja, shiko qiellin. Nëse qielli prap nuk çon tek Zoti dhe tek adhurimi i Zotit dhe tek ulja dhe për ulja dhe nënshtrimin ndaj Zotit, atëherë tani llogaritë ti kush jemi ne në këtë qiell. Se nganjëherë kur ne e shohim qiellin, na duket vetë që jemi shumë të mëdhej përballë qiellit, sepse na duken gjëra të vogla. Po kush mediton, kush studion, e kupton që ne jemi jo vetëm ne, po toka jon në këtë qiell është si një grimcë e vogël në krahasim me një shkretirë të madhe, që akoma nuk është bërë një foto nga fillimi deri në fund. Pra akoma ne nuk kemi një foto të qartë të universit. Pra mundohen, po gjithmonë do të jetë në zgjerim të vazhdueshëm dhe njeriu sado që zbuloj për universitet kupton se është shumë i vogël në këtë univers, mos më thënë pastaj që flitet edhe për multi-universia. Pra që mendon që të ketë si ky universi janë edhe të tjera, çfarë është edhe tani kupton se ç'është madhështia e Zotit, kupton sa nevojë kemi ne për Allahun dhe sa nevojë s'ka Allahu për ne, dhe se as pak nevojë pra nuk ka Allahu për ne. Ne kemi nevojë për Allahun, ne kemi nevojë për Allahun, Allahu nuk ka nevojë për ne. Ne kemi nevojë që të jetojmë me fuqinë e Zotit, me mirësitë e Tij dhe se Zoti i Madh është Zot me ne apo pa ne.
me njerëzimin apo pa njerëzimin, me tokën apo pa tokën, ai prap është Zot dhe nuk është faktori njeri ai që e bën atë Zot ose jo. Ne tregojmë se kush jemi. Ne tregojmë se sa njerëz jemi, sepse unë mendoj se një njeri i cili nuk ka aktin e mirënjohjes dhe është mos mirënjohës, për mendimin e ai njeri nuk është asgjë. Një njeri që nuk ka mirënjohjen, ai për mua është asgjë. Dhe një njeri që ka mirënjohjen ka filluar të kaloj pragun e të qenit njeri. Në fakt me që jemi ke qielli dhe dihet që gjithmonë njerëzimi me mirë edhe diçka tjetër, më falë. Arabët e kanë pas shumë të rëndësishëm qiellin. Se duket tani po mirë çoj dhe to Zoti arabëve me qiellin, ndërkohë që arabët kedeveja ishin, jo. Arabët e kishin shumë të rëndësishëm qiellin. Pse? Sepse nëpërmjet qiellit orientoheshin kur esin shkretir. Kalendari hënor, bujqësi, që absolutisht, domethënë e kishin qiellin dhe orientimin me qiellin, për shembull të mbjellat dhe të korrat kanë qenë të gjitha me ysin. Edhe mjekësia arabe, hijamia me ditët. Absolutisht. Domethënë, për këtë arsye më fal se ta ndërpreva, po. Me që jemi ke qielli, jo, thjesht besoj që shumë të rishikuesve i ka lindë dhe pyetje jashtëtoksorve. Domethënë, dikush, si për shembull Ibn Taymi thotë që emri i Zotit El Khalak tregon që ai vazhdimisht krijon. Po. Pra, nuk përjashtohet, domethënë ne në Islam, domethënë nuk është se e kemi përjashtuar ndonjëherë që mund të ketë apo mund të mos ketë. Temi kjo është një çështje që nëse ka, okay, nëse nuk ka, okay. Pse? Se Zoti nuk ka lidh asgjë që ka të bëjë me besimin, me ekzistencën apo mos ekzistencën. Është si puna e vajtjes në hënë apo e vajtjes diku tjetër. Nëse funksionon, nëse arrihet, okay. Nëse nuk arrihet, fetarisht nuk përbën problem. Ka krijesa të tjera përveç njerëzve alien e tjerë, nëse vërtetohet shkencërisht ka, nëse nuk vërtetohet nuk ka. Po ne besojmë diçka tjetër, që janë xhindët për shembull. Pra përderisa ne besojmë në ekzistencën e xhindëve, dhe nuk na bën përshtypje që të ketë diçka tjetër, po nuk është përmend në Kur'an. O Zoti i pa shumë gjëra që nuk janë përmend në Kur'an. Zoti ka përmend ato që janë më të nevojshme për njeriu, për t'i ditë njeriu. Qartë, kjo e gjindë në fakt vjen pak edhe në harmoni me dosit sekrete që ka nxjerrë Pentagoni, pra këto lëvizje të trupave jashtëtoksore që shikojnë, pra nga dietarët e Islamit u kam gjetur për shembull Sheikh El-Ashkarin, domethënë një autor i njohur, domethënë dietar i Jordanisë, i cili thoshte në lidhje me këtë temë thoshte nëse ekzistojnë një xhind. Pra nëse vërtetohet që ka diçka që quhet jashtëtoksorët, është botë e xhindëve. Sepse thoshte ai, mënyra se si interpretonte, thoshte sepse mënyra se si shfaqen dhe zhduken është e atill që është karakteristike e xhindëve. Madje thoshte, jo po si shpjegohet puna e disqeve, thotë xhindët janë në sfidë me njeriu. Pra nëse njeriu sot arrin të krijojë diçka me shpejtësinë e zërit, edhe xhindët janë sfidë sepse le të themi xhindët mundohen që njeriu ta nxjerrë nga rruga e Zotit. Për këtë arsye janë aq përpara saqë njeriu të mahnitet. Un kam parë njerëz që thonë, "Ore, jemi krijuar nga alienët", për shembull. Pra, le të themi u arrit dhe një nga qëllimet që kanë xhindët, që është konsiderohen si Zot përveç Allahut. Qartë. Ta nështrojnë njeriu, ta nështrojnë njeriu drejt adhurimit të tyre. Qynë tokëm, qynë ideologji dhe ta kenë poshtë vetes. Por edhe pjesa multiversit që ju përmendet dhe e Ibn Taymijes është goxha interesante. Pra që lën derën e hapur, që nëse ka. Absolutisht, është fjala e pejgamberit. Zoti i ka krijuar, jo që ato na kanë krijuar ne. Kemi dy gjëra argument për këtë. Fjala e Rabbil Alamin, Zoti i botrave, nuk tha Zoti i botës. Edhe e dyta, lutja kur ngrihej pejgamberi sa nga rukuja, thoshte hamden Rabbana wa lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil min shay'in min ba'd. Thot një falëndrim dhe madhërim që mbush qiejtë dhe tokën dhe çdo gjë përveç tyre. Pra ka një lloj hapësire, është e gjerë edhe njerëzit duhet hutohen. Pra është Zoti që gjithsesi Zoti krijon. Por mos harrojmë se ne kemi punë me veten tonë. Ne duhet të jemi në rregull me Zotin ton, duhet të jemi të kujdesshëm, sepse kjo botë na duket pastaj sikur po fluturojmë, ndërkohë që kemi problem me namazin e sabahut. Po, qartë. Pra universi na ul huntën shumë bukur. Pra si me vetëm në qendra universit, por atëherë të ndërë të rishikues, shkëputemi për një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio.
Të nderuar teleshikues, ja pra kur kthyem sërish në studio me hoxhën ton Ahmet Kalaja. Atëherë hoxh, ajetet që ne po trajtoshim, i mungojnë dhe dy aspektet e tjera. Pra, përmendja e maleve edhe e tokës, që besoj edhe këtu do ketë diçka shkencore. Absolutisht po. Domethënë mali, domethënë është le të themi pjesë e rëndësishme e funksionimit të jetës në tokë, sepse siç e thot Zoti në Kur'an, janë bërë si shtylla mbajtëse për tokën. Dhe normalisht mali, siç e përmend dhe ajeti në surën Amiyat Sa'elun, kur Allahu xhelalu ngjason malet me kunjat e çadrave. Si më thënë, ne shohim nga mali vetëm 1/4, 3/4 e malit faktikisht janë tokë dhe i ka bërë Zoti, si më thënë, si sebeb, si kolonat e shtëpisë, si kolonat e shtëpisë që mbajnë tokën, llogaritet i tokën pa malet çfarë do të ishte. Do të ishte një grumbull dheu në lëvizje të vazhdueshme, duke pas parasysh faktin e pllakave tektonike që janë në brendësi të tokës. Kështu që janë gjë e rëndësishme dhe çdo njeri e kupton domethënë se sa i rëndësishëm ose sa të rëndësishme janë malet për funksionimin e jetës normal në tokë. Dhe Zoti i Madh i fton njerëzit, si më thon, njerëzimin mbar që të meditojnë në këtë krijim. Pra, mënyra se si krijohen malet nuk është domethënë vetëm se domethënë projekt krijim dhe mrekulli e të madhit Zot, Allahu xhelalu. Ku janë vendosur dhe si janë vendosur, mënyra se si krijohen, gjitha janë mrekulli. Mrekulli mbas mrekullie, që domethënë përveç faktit që domethënë sjellin sigurinë dhe mbajnë tokën që ajo domethënë mos ketë tërmete të vazhdueshme kështu me radhë, por është edhe një tjetër gjë interesante se mali në shumë raste bëhet burim i jetesës, burim i mbrojtjes njerëzore dhe se domethënë burim i ndryshimeve klimaterike. Domethënë e ka bërë Zoti të atill. Atëherë, a nuk duhet çoj kjo tek Zoti? 2. E para. E dyta, mali është një krijesë madhështore faktikisht. Kjo krijesë madhështore, a nuk duhet çoj tek madhështia e atij që e ka krijuar? E treta gjë, që më intereson shumë ta trajtoj, është mali si krijim. Është diçka që përcjell brezat. Pra, do të thonë njerëzit ndrohen, ec brezi, vjen brezi tjetër, ec brezi, vjen brezi tjetër, dhe mali është po ai që ka qenë. Dhe kush është më i rëndësishëm tek Zoti, mali apo njeriu? Valla njeriu është më i rëndësishëm tek Zoti sa mali. Qartë. Po mali nuk shuhet ama, po njeriu shuhet, faktikisht është e kundërta. Njeriu shuhet për të ruajtur dhe për dalë edhe një herë përpara Zotit, ndërsa mali një ditë do të shuhet dhe nuk do të ketë më ringjallje për malin. Ë? Yaj'aluha fa yansifuha rabbi nasfa. Pra materia ka'an safsafa. Pra do t'i shuaj Zoti, është njeriu më i rëndësishëm se sa mali. Qartë. Për këtë arsye njeriu duhet të kuptojë se është duke u përgatitur për një mision më të gjatë se sa misioni i malit, që është misioni i përjetshmërisë, i përhershmërisë, i ekzistencës pafund. Atëherë, njeriu duhet të kuptojë se duhet shfrytëzojmë kohën që na ka dhënë Zoti në mënyrë që të jemi të përjetshëm në xhenetet e tij. Qartë. Pra, tani duket sikur nga lartësia e qiellit shkon ke lartësia malit dhe tani zbret. Diçka që është më e prekshme, po nga qielli zbret tek mali dhe tani vim tek toka. Po toka pse? Do të përmendet toka sepse është jeta, do të thonë toka është jeta. Dhe sikur i thot Zoti i Madh, ju çfarë keni kontribuar për këtë tokë? Kontributi juaj cili është për këtë tokë? Ne kemi gjetur, po edhe prindërit tanë kanë gjetur, po edhe gjyshit tanë kanë gjetur, po edhe së gjyshit tanë kanë gjetur, po kështu brez mas breze kanë gjetur, po edhe ne do t'u alejmë tjerëve. Do të thonë ne çfarë jemi? Cili është roli ynë? Ne jemi kalimtar. Atëherë kjo tokë e cila është lënë shërbimin tuaj, siç ishte lënë shërbim të baballarëve tuaj, gjyshëve dhe stërgjyshëve, dhe do të lehet në shërbim të brezave që do të vinë më vonë. Dhuratë e kujt? E Allahut. Atëherë ju duhet të jeni falëndrues ndaj këtij Allahu. Dhe duhet të kujdeseni për të dy. Për të arsye thotë, ola të bëdhi fesade fil ard. Mos bëj keq, mos bëj shkatrime në tokë. Pra, si më thon, qalu inna ma nahnu muslihun, kur thonë mos bëni keq, jo thotë po rregullojmë. Dhara el fesadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Pra, njerëzit po shkatrojnë tokën. Ndërkohë që toka nuk është e tyre.
ti nuk mund të bësh me tokën çfarë do ti. Po ti duhet të bësh me tokën atë që është më e mira për tokën dhe që t'u alejmë njerëzit që do të vinë mbas nesh. Për këtë arsye mesazhet le të themi sot që ngrihen sot mesazhet e mjedisit, ambientalizmit, ne i kemi në Kur'an dhe i kemi në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Toka në Islam është amanet, pra ne jemi menaxher, ne jemi administrator, nuk është dhuratë, nuk është pronë e jona në të vërtetë, është e Zotit, pronë e Zotit. Nuk mund të bësh ti në tokë çfarë duash ti, po duhet të llogarisësh jetën tënde, jetën e vendit ku jeton dhe jetën e njerëzimit mbar. Pra, le të themi disa egoizma individuale apo të kompanive apo të shoqërive ndryshe për çështën shkatrimin e botës, shkatrimin e tokës, sepse nuk e shohin tokën si pronë të Zotit dhe neve si menaxher të administrator, po e shohin tokën si pronë të tyre, mund të bëjnë të çfarë duan, në interes të paras, në interes të fitimit, në interes të pushtetit dhe kështu me radhë. Qartë. Një tjetër aspekt këtë gjitha këto jetet është termi a nuk e shohin. Po. Çfarë nuk kupton kjo? Thjesht vrojtim me sy apo diçka më të thellë? Bravo. Na fton që ne të meditojmë më thellë se sa tek ajo që shihet. Sepse ne gjithë i shohim malet, gjithë shohim qiellin, gjithë shohim tokën. Puna është përtej kësaj, pra me kuptimin një analizë më të thellë. Të e ngjurmë. Bravo, sepse njeriu sa më shumë të thellohet në analizë, kjo do ta çojë tek Zoti. Sepse do të zbuloj ligjet dhe mrekullitë e Zotit dhe do të kuptoj se ne jemi faktikisht, domethënë, të sprovuar. Pra është njësoj si kur ti shkosh tek një supermarket i madh dhe të mahnitesh dhe të kënaqesh. Ndërkohë që faktikisht ti nuk mund të bësh aty çfarë duash, po duhet të bësh llogaritë e xhepit sa i ke, në mënyrë që kur dalësh korrekt. Kështu është kjo punë jeta e kësaj bote. Pra ne jemi në një supermarket të madh, mrekullisht, që neve do të bëjmë llogari si do të dalim. Po, qartë. Ditën e vdekjes, a jemi okay apo nuk jemi okay? Pra, si pa Omer radhiyallahu anhu kur vishin njerëzit në shtratin e vdekjes dhe i flisnin mirë, sepse kështu duhet me fol me të vdekur, kur është në momentet e fundit të jetës do të flitet mirë, ti kujtohen të mirat që ka bërë. Edhe dikush po e lavdronte ti ke bërë, ti ka zbrit Kur'ani kur ti ke folë ti. Omer çfarë tha, di se është punë, tha, do të dojsh ta dilja nga kjo botë 50-50. Dilja barazim, si më thonë, 0-0, pa me kuptimin nuk po pretendoj dal fitimtar, po të paktën mos të kem barr. Edhe Omeri normalisht modestia e tij dhe përkushtimi i tij ishte gjuha që folja ai, po faktikisht Omeri dihet që ishte i përgëzuar me xhenet dhe dihet domethënë se Omeri kryesori i televizions që e ka pas sigur xhenetin duke qenë gjallë. Po ideja është domethënë ideja e kuptimit të drejtë të ekuacionit të kësaj bote se si funksionon dhe llogarisë se si funksionon. Pra njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Pra ky është mesazhi kryesor, që njeriu domethënë mos i shohë gjërat, domethënë literalisht, po t'i shohë gjërat në kuptim, t'i shohë gjërat në thelb dhe t'i analizojë. Domethënë ne themi që e vetmja gjë që ne nuk kemi frikë për sa është analiza në detaj shkencore e gjërave, sepse patjetër do ta çojë njeriu tek Zoti. Sa më shumë thellohet njeriu, aq më shumë do të kuptojë se kemi të bëjmë një ligj të vendosur nga një ligjvënës, jo të bërë nga ne. Në fakt, po të shohim rrjetet sociale, ju dukeni si hoxha pyetjeve. Mirë, po sot ju shmangët pyetjes kryesore që bën fillim të emisionit. Po. Dhe për të provokuar pak imagjinatën, pse këto 4 ajete bashkë, pra, a kanë një kuptim përtej asaj që duket, pra? Faktikisht unë kam has diçka interesante që më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë, këto 4 pyetje janë fut, si më thon, janë fut mes 2 pjesëve ku flitet për ditën e Kiametit dhe për llogarinë. Dhe janë fut këto 4 në mes, ku Zoti, domethënë, i fton le të themi arabët për të medituar në këto gjëra dhe botën mbar, pra arabët në kohën e pejgamberit dhe botën mbar për të medituar në këto 4 gjëra. Mirë, po kam parë një ngasmim shumë interesant që thoshte, këtu Zoti indirekt ka përmendur dhe cilësitë e njeriu që i fton njerëzit tek Zoti. Ai duhet të jetë, ai që i fton njerëzit tek Zoti duhet të jetë me durimin e deves. Duhet të jetë me lartësinë e qiellit, pas duhet të kapet me gjëra kotit, duhet të jetë lart. Duhet të jetë i patundur, domethënë duhet të jetë solid dhe i sigurt në atë që fton, si siguria e mal, i patundur si mali, dhe duhet të jetë modest,
si puna e tokës. Si shtrirja, pra, i zgjeruar dhe modest me njerëzit. Për gjithë, i kapshëm dhe i arritshëm nga të gjithë. Edhe sot e kalu testimin. Ju falenderoj që ishit sot me ne, o Gjenderum. Gjithashtu falenderoj teleshikuesit që na ndoqën në puntatën e sotme. Deri në emisionin e radhës. Selam aleikum.